ti zbatoj. Sepse ligj pas ligji po na tregon që nuk është prioritet integrimi. Nuk ka rëndësi fare sa prezantime PowerPoint i bën. Rëndësi kanë këto ligje, se si e cënojnë këto procesin e integrimit dhe marrëveshjen me Komisionin Evropian. Meqenëse diskutimin na çoi tek politika dhe taksat. Jam kurios për këndvështrimin tuaj. Unë gjithmonë kam personalisht këtë dyshimin, nëse është sfumuar gjatë këtyre viteve demokraci kjo ndarja, të paktën në Shqipëri në realitetin ton, kjo ndarja ideologjike mes të majtëve dhe të djathtëve, nëse i referohemi propozimeve të ndryshme që vijnë nga subjekta apo dhe nismave ligjore që miratohen në parlament. Mua për shembull më kujtua ajo deklarata e zotit Berisha në mbyllje të fushatës së fundit për zgjedhjet parlamentare, tha referuar programit Partisë Demokratike, kur tha ne vërtet jemi konservator, por jemi konservator me zemër në dorë. Dhe po të shikojë programin Partisë Demokratike në vetvete shumë i mirë, por shumë propozime, nëse do ta shikojmë thjesht në rrafshin ideologjik të politikës, gati janë më shumë nga e majta apo jo? Shiko, unë besoj që parimet kryesore të një force politike, të cilat lidhen dhe të Partisë Demokratike në këtë rast, të cilat lidhen me familjen, me pronën, me besimin ke Zoti, janë të palëkundura. Edhe këto janë vlerat të cilat kanë krijuar Partinë Demokratike, lirinë e individit, besimin ke tregu dhe shumë element tjerë, lirinë e shprehjes, lirinë e fjalës, të drejtat e njerëzit. Dhe këto janë parime bazë që nuk çdon Partia Demokratike. Ndërkohë që ne sot ndodhemi në një dinamik tjetër. Gjermania ka një parti konservatore e cila e quan konservatorizmi social, sepse ka element social që lidhen me nevojat që ka sot shoqëria. Nuk mund të bëjmë sikur nuk e kuptojmë që sot ka një numër të madh qytetarësh të cilët janë në nivelin minimal të jetesës, që jetojnë me më pak se $5 në ditë. Ashtu si nuk mund të bëjmë që sikur nuk kuptojmë kur shohim që rritja e taksave ka bërë që familjet shqiptare të kenë 40% të ardhurat e tyre vetëm për ushqime. Pra janë element të cilët ti do përshtatesh me dinamikat. Pastaj nga ana tjetër ka humbur çdo koncept i socializmit. Se ti mendon që një forcë majtë që vjen pushtet dhe mendon që ka 2-3 parime, po qoftë edhe pensionistët, se edhe pensionistët me këtë buxhet janë shtresa më e diskriminuar, më e vrarë, jo politikisht, po tamam në figurë literalisht. Dhe ti mendon që ke një parti që do ketë disa parime të paktën për mbështetje sociale, ti nga ana tjetër ke një qeverisi që thotë ka kthyer çdo gjë në biznes, që çdo shërbim shtetëror e ka koncesionuar, që ke frikë të përmendesh fjalën koncesion se mbrapa është patjetër korrupsioni. Pra, ndodhemi në një moment ku kemi nevojë që parimet bazë mos të ndryshojmë, edhe arsyet për cilat ekziston një forcë politike, edhe grupit të njerëzve që i drejtohet, po edhe ato që përfaqëson, po nga ana tjetër të shohim pak edhe dinamikat e tregut dhe të shoqërisë. Do të thënë është realiteti, vetëm shqiptar që detyron të përshtatesh. Është realiteti që duhet të përshtatesh, duhet të ndryshosh. Shiko, unë besoj drejt fortësisht që Partia Demokratike duhet patjetër të ndryshojë, duhet shkundet. Duhet të ndryshojë në atë që ofron, duhet të ndryshojë në mënyrën se si e jep alternativën politike, se si i flet njerëzve. Ne duhet patjetër të drejtohemi të rinjve, sepse kemi një realitet të rinjve të cilët ndoshta nuk lidhen me atë që ne po diskutojmë sot në politikë. Kemi një realitet të shqiptarëve që janë larguar në diasporë dhe patjetër duhet dimë se si të përgjigjemi nevojave të tyre. Po të gjitha këto sigurisht që nuk duhet ta ndryshojnë thelbin dhe atë për të cilën Partia Demokratike ka besuar dhe beson. Jemi 35 vjet nga dhjetori 1990, që është një nga momentet më kulmore të historisë së këtij vendi, momenti që solli atë përmbysjen e sistemeve. Por ende dëgjojmë të flitet Zoja Tabaku për tranzicionin shqiptar. Duket sikur ende nuk po dalim dot nga kjo fazë e tranzicionit shqiptar. Keni arritur të kuptoni pse ende gjendemi në këtë situatë? Shiko,